nuk është sekret shtetëror për mua që edhe presidenti i Kosovës është kërcënuar. Dhe këtë gjë nuk e dini sepse nuk është thënë asnjëherë, po e them sot. Është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhunonin zyrën e institucionit president Kosovës, se me demek do kërkonin edhe aty provat e krimeve kundër njerëzimit. Gjë që natyrisht do ta vendoste Kosovën në sytë e botës si një shtet ku deri në zyrën e presidentit gjenden prova për krime kundër njerëzimit. Dhe kërcënimi i presidentes ka zgjatur 2 vjet. Por për nderin e saj dhe për nderin e Kosovës, ajo e ka ndaluar një gjë të tillë. Tani sot jemi këtu, mund të themi fjalë sa të duam mes veti, mund të përdorim të gjithë qoshet e pasura të fjalorit gjuhës shqipe për të nxjerrë dufin legjitim ndaj një prokurorie idiotësh, por çështja është që ata nuk janë thjesht idiot. Ata janë instrumenta të një gjykate e cila është edhe më politike fatkeqësisht se sa gjykatat e Serbisë në raport me Kosovën. Me ligjet e kohës, nëse i referohemi ligjeve të kohës, kur ka ndodhur lufta. Dhe nëse ushtria çlirimtare e Kosovës nuk do ta fitonte luftën dhe populli i Kosovës nuk do të çlirohej, në gjykatat e asaj Serbie, dënimet e kërkuara nga prokurorët do ishin të pamundura. Sepse me ligjet e asaj Serbie, 45 vjet që do të thot faktikisht varrosje për zgjallje e njerëzve, nuk ka. Pra, drejtësia ndërkombëtare e financuar nga shtetet demokratike që për turpin e tyre vazhdojnë ta ndjekin me indiferencën më të madhe gjithë këtë katastrofë për Europën dhe për botën demokratike, përveç se për 4 njerëz krejtësisht pafajshëm, faktikisht bën që ne sot të ngrem një pikpyetje për veten tonë se çfarë mund dhe duhet bëjmë. Nuk e kam përgjigjen për këtë. Por jam i sigurt që duhet bëjmë diçka ende më shumë për këtë. Sepse është një katastrofë për vetë drejtësinë ndërkombëtare, për vetë Europën, për perëndimin demokratik, të cilin Kosova e testoi dhe fatmirësisht perëndimi duke e njohur Kosovën kaloi testin e humanizmit vet. Por nëse sot perëndimi nuk e kalon këtë test dhe merr përsipër varrosjen për zgjallje të 4 njerëzve të pafajshëm, duke faktikisht lënduar si s'ka më keq popullin dhe Republikën e Kosovës, atëherë ky mbetet një problem shumë i madh.
Nuk di të them më shumë fjalë, po di që kjo është pengmarrje për arsye politike, jo të perëndimit si i tërë, po të atyre forcave që kanë dashur të barazojnë dy gjëra që nuk barazohen dot. Dhunën etnike të një makinerie lufte tërësisht fashiste dhe luftën shqirimtare të një ushtrie e cila emrin e ka pasur ushtri, por në fakt ka qenë një mobilizim popullor ku ata të cilët janë trajtuar atje në gjyq si komandant të një force të rregullt kanë qenë udhëheqësit shpirtëror, moral dhe politik të këtij mobilizimi. Dhe mbi të gjitha ka diçka tjetër që është ende më e rëndë, sepse në qoftë se për perëndimin flas, në qoftë se Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi duhet varrosen për zgjallje për luftën dhe për çfarë ka ndodhur gjatë luftës në Kosovë, atëherë duhet të vazhdojnë arrestimet. Duhet arrestohet Bill Clintoni, duhet arrestohet Javier Solana, duhet arrestohen Tony Blairi, nuk diskutohet, kryeministrat e tjerë të vendeve që i dhanë dritën jeshile bombardimeve, dhe faktikisht duhet të ndodhi eksaktësisht ajo që ka predikuar Slobodan Miloševići, që dhe ai bashkë me atë tjetrin Zviceranin mos gjet kur prej aty ku është. Të dy bashkë atje. Dhe kjo është e pa imagjinueshme. Por përsëri unë flas dhe më duket se çdo fjalë që them është pa kuptim, pa peshë, pa lidhje, sepse ajo që po ndodh është shumë e rëndë, dhe për atë që po ndodh natyrisht duhet flasim, natyrisht duhet shkruajmë libra, natyrisht duhet të tregojmë, por mbi të gjitha duhet gjejmë mënyrën të veprojmë. E përsëris nuk e kam përgjigjen se si, por besoj që bashkarisht të dyja shtetet tona mund ta gjejnë një përgjigje se si. Që në fund fare të mos i themi vetes si nuk provuam të bëjmë dhe këtë, apo dhe këtë, apo dhe këtë, por t'i provojmë që të gjitha, natyrisht brenda normave të cilave jemi nënshtruar me vullnetin e lirë dhe të plot, si pjesë e bashkësisë demokratike, si pjesë e bashkësisë euroatlantike dhe kështu me radhë. Profesor, faleminderit edhe herë për ftesën, ishte vërtet kënaqësi që të isha këtu. Do të kisha dashur që të ishim së bashku në këtë promovim pa pasur mbi shpatulla këtë barrën e madhe të atyre 45 vjetëve për secilin prej 4 pengjeve të drejtësisë ndërkombëtare, por siç e ka treguar dhe historia e Kosovës dhe historia e çlirit të Kosovës dhe historia e shtetëndërtimit të Kosovës, ka sfida të cilat i zgjedhim, ka sfida të cilat na zgjedhin. Ajo që na takon është që të mos i lëm pa i fituar të parat dhe të mos i shmangemi të dytave,
duke bërë gjithçka që kemi në dorë për të fituar. Unë besoj që nëse shpresa, siç thon vdes e fundit, shpresa lidhur me kërkimin e drejtësisë dhe mbi të gjitha lidhur me besimin tek rruga e arsyes atyre që do t'japin gjykimin përfundimtar, nuk do vdes dhe në asnjë mënyrë nuk duhet lënë që të vdes. Shumë faleminderit gjithëve.